Pse du të zgjidhni platformën gjepun.com për të gjetë punëtor për bizneset tuaja? 1. Kur e krijoni shpalljen, nuk paguni sikur në platforma të tjera. E krijoni shpalljen, edhe del online shpallja juaj në platformë. Aty, nëse ka njerëz që interesohen që të kandidojnë në punën që ju keni hedh online, atëherë ju vjen një mesazh në platformë atje, edhe atëherë bëhet pagesa. Ne nuk marrim lek përpara, pa pas dikush interes në punën tuaj, se ju mund ta veni për shembull shpalljen tuaj online, paguni lek platformës, sikur e bëjnë platforma të tjera, edhe funit thjesht keni paguajt lek. Në gjepun.com nuk paguni lek, pa pas dikush interes. Tani, e krijoni shpalljen online, nëse dikush ka interes ju shkruan, ju vjen mesazh, nuk e lexoni gjithin, ju vjen gjysmën e mesazhit lexoni. Tani për ta hap mesazhin do të bëni një abone. 7 ditë, që është 19 euro, 1 muaj 59 euro, 3 muaj 99 euro dhe 6 muaj 169 euro. Më varet se çfarë punë keni, çfarë profesioni keni. Edhe kjo platforma gjepun.com, kjo ju jep zgjidhje krejt pronarët e botës që janë shqiptarët, në Gjermani, në Zvicër, në Shqipëri, në Shqipërisë, në Zvicrës, Gjermanisë. Domethënë i lidh krejt shqiptarët njëri me tjetrin në krejt botën, jo vetëm në Shqipëri. Jo vetëm në Kosovë, jo vetëm në Maqedoni, po në krejt botën. Prandaj platforma është e studiuar aq mirë se na vetë personalisht si skuadër s'kemi desh të marrim lek në diçka që nuk jep zgjidhje. Këta kemi zgjedhur në këtë lloj mënyre sepse ne po mundohemi të ndërtojmë diçka që zgjat, nuk duam që të bëna me lek në këtë lloj moment. Nuk duam që të bëhemi me lek mëra vitit, ne po mundohemi të krijojmë një platformë që zgjat, që është stabil, që ju jep zgjidhje, që çdo profil aty është real, gjithçka që është real, çdo punëtor është real e kanë me të vërtet interes. Për punëtorët është falas pagesa ndërmjetësimit. Jemi e vetmja platformë në trojë shqiptare që nuk paguon ndërmjetësim punëtori. Edhe regjistrimi falas, edhe ndërmjetësimi falas për punëtorët. Për pronorët, regjistrimi falas paguon vetëm nëse ka kërkesë dikush. Atëherë paguhet. Edhe e provon një herë, a funksionon, mund të marrësh paketën e abonimit që është 19 euro për shembull, për 7 ditë edhe e provon. Edhe mësojmë me platformën. Tani kjo do jetë gati, por platforma është gati, e keni linkun në bio, po do jetë si aplikacion që mund ta ulni në App Store dhe në Play Store. Edhe do jetë edhe më praktike se çdo mesazh që ju vjen do t'ju vijë si notification në telefon. Tani për momentin për të kontrolluar mesazhet duhet gjithmonë të kontrolloni platformën se nuk vinë në telefon, është platformë. Kur të kthehet aplikacion, pastaj ju dalin ato vetë si notifications, ju vinë te Instagramit ose te TikTokut notification, ato njoftimet. Do jetë diçka shumë praktike për shqiptarët. Ju përshëndes, një sezon sa më të mirë, ju uroj me të vërtet sukses, ju uroj nga zemra tonë shqiptarëve, se e di që është vështirë me çuni biznes përpara, e di që është vështirë me gjetë punëtor të rregullt, edhe kjo është. Po mundohemi me ju dhënë zgjidhje, po që se ju japim zgjidhje, atëherë do paguhemi edhe na. Ju përshëndes.